Po i thot me laçës vdekjes Allahu xhaleshanuhu am tregon gjendjen tane kur ja merr njerëzve shpirtin se çysh ndihesh. Thot ja Rabbi, o Zoti jam, ti e din shumë më mirë gjendjen që unë çysh jam, edhe në ato momente kur shpirtin njerëzve ja marr. Mi po ti tregoj 3 gjana. E para thot, një herë thot shumë kom qajt. Dhe një herë thot kom qesh. Wa marratun fazi'tu minhu, dhe një herë jam trishtu prej tij. Thot ja Rabbi, shumë kom qesh. Kur unë ke urdhënuar m'ja marr shpirtin një plaku, ai kishte shkuar në dyqan me bleni par kputç, e i thej ke dyqanxhis, am qindroj një vjet këtu kputç. A janë kvalitet, am baj një vjet më mbadh. A bun kishte urdhënuar pak minuta m'ja marr shpirtin, kom qesh me këtë njerëz që shumë kujdes ndaj kputçave, e ka harruar nefsin e vet që Zoti shpirtin tash pjaver. Thot tu kom qesh ja Rabbi. Ama thot kom qajt shumë ja Rabbi. Kur unë ke urdhënuar m'ja marr shpirtin një nane, e cila ishte me një shkretin, nuk ishte për rreth saj asnjë gjë. E kishte një fëmijë të vogël në gjithdhanje që ishte ngjitur i dha. Nuk ishte kush më ndihmu këtij fëmijut. Unë kisha urdhënuar shpirtin nanës m'ja marr. Edhe unë mërzita shumë ja Rabbi, e kom qajt shumë, po urdhën tën vani kum shumë. Thot edhe një herë jam trishtu, s'ko mujt shpirtin m'ja marr prej imanit, besimit dhe vetëdijshmërisë ti dhe lidhjes ti me ty ja Rabbi. Kur unë ke urdhënuar një dietarit madh shpirtin m'ja marr, drita nurin që ti ja ke dhënë edhe ilmi dija e ti, nuk kum leshin mua ofru shpirtin m'ja marr. Po i thot Allahu dhul xhelal, e çaj fëmiu është që nanën unë ja kum urdhënuar shpirtin m'ja marr, e çaj fëmiu në shkretin, që këtë njerëzit e krijesat mendojnë që nuk ka kush i ndihmon, ai që e ka kriju, ai edhe i ndihmon, ai është Allahu xhaleshanuhu dhe xhel xhelaluhu. Unë jam ai që kom kriju, dhe Zoti neve na drejtohet në Kur'an dhe na thot: "Nahnu narzuqukum wa iyyahum", na ju furnizojmë edhe juve edhe vllatë juve. Kur mos mendoj që ti kimi furnizuar vllatë tu, se ti s'u van veten tonë. Po Allah po ta lecon edhe ty edhe vllatë tu mi ushqy, dhe jo vetë veten tonë. Dhe nga kjo ne kuptoj që lidhja jote me Allahun dhul xhelal është për gjithmonë. Dhe kur je mirë me Zotin xhaleshanuhu, nuk ka rëndësi shumë për të tjerë. Ka rëndësi lidhjen me Allah.